A e dini që shpesh trupi juaj ka nevojë për ujë edhe kur nuk ndiheni të etur? Këto janë 7 raste kur duhet patjetër të pini ujë. Menjëherë pasi zgjoheni, pas disa orësh gjumë, trupi juaj është i dehidratuar. Një gotë ujë në mëngjes ndihmon të aktivizoni organet dhe të nisni ditën me energji. Para vakteve, pirja e ujit para ushqimit ndihmon tretjen dhe mund të kontrollojë oreksin. Kur ndiheni të lodhur, shpesh lodhja nuk vjen nga mungesa e gjumit, por nga mungesa e ujit. Para dhe pas aktivitetit fizik, trupi humbet shumë lëngje gjatë ushtrimeve. Uji është thelbësor për performancë dhe rikuperim. Kur keni dhimbje koke, dehidratimi është një nga shkaqet më të zakonshme të dhimbjeve të kokës. Gjatë ditëve të nxehta, nxehtësia rrit djersitjen dhe humbjen e ujit, ndaj duhet të pini më shpesh. Kur urina është e errët, kjo është një shenjë e qartë që trupi juaj ka nevojë për më shumë ujë. Mos harroni. Uji nuk është vetëm për të shuar etjen, ai është thelbësor për çdo funksion të trupit tuaj. Filloni që sot, pini më shumë ujë.